Okej, tani jam këtu me zotëri, mënyrë se takova ishte pak e veçantë. Të pash aty tek Pllumba duke ushqyer, tani më trego pak a dele bën këtë gjë çdo ditë, a bën me kënaqësinë tënde, si është kjo punë? Me shumë kënaqësi valla që jam krenar për ato që bëj. Jo se e bëj, po është kënaqësi, nuk është vlerë monetare e jo. Është vetëm kënaqësia kur ushqehet edhe ajo si shpend. Ti edhe kur nuk e patë mundësi, ka lënë gjithmonë i qes me grur. Po normal më ja kam lënë këtu në halexhive që rrin këtu. Këtu në muzikantëve. A mund të lërë që më shpërndaj të mjes, na lekët vetëm më shpërndaj, më bë këtë atë. Po ku filloi kjo, do të thënë si lindi kjo dëshira, që fillimisht shpe Pllumba dhe pastaj dole të ushqeje gati çdo ditë. U bë sebeb kjo që thash që i kanë lënë masdore më shumë, a kupton? Ka vite që i kanë lënë masdore. Se kanë qenë emra të njohta si për pezën që tregova ka universiteti, që ka pas me shumicë Pllumba. Këtu ke Bryli prap, ke punishtja pastrave. Ka pas vërdall Tiranës tu garruar Kabajës. Po hik këto njerëz që u shpërndan edhe me kurbetin dhe me këto gjonat. Njëlsia time me folhakun që është shpend që do kujdes, do ushqim. Paktën ushqimin në bazë është gjënof mos me avon. Tani kjo është një gjë e mirë që ti kontribon. Pra, një gjë e mirë ditët tënde që besoj të kënaq edhe ty vetë. Ore më kënaqem unë si person. Se kujt ja kam thonë se më thot ai ke rrugë Elbasanit që thash që i merr edhe zog smurë i mjekoj ashtu. Po thotë o student që faleminderit se i loj pak ushqim aty që ushqej këto me grun, mos i hodh bukë, themi se buka nuk e ka grunin tamam. Kurse ky është grun safi. Se buka e helmo, siç po helmohet ky popull thashtu, me bastardimet që bjen milli ka jashtë. Ku e diti që ushqimi është që të futej tjetër. Kurse atë kokër gruni që ta ja Pllumit, ja pastër thash. Tani kafshë tjera shtëpiake mban? Kam pas në fshat, që kam pas me drejt Zotit. Kam çunin që është fiksimagji mas mocave më shumë. Edhe këtë çunë kunodi që thash që i ka fiksim mocat. Shkon në shkollë, kujdeset, nuk ushqehet vet pa ashtu. Për kotelet e vogla. Përveç faktit që del dhe bën normal që bën dhe veprime të tjera të mira gjatë ditës. Marrëdhënia jam me punën më shumë me sektorin ndërtimit. Që aty se nga ajo që s'kam pas shkollime jo, po me këtë jam rrit më shumë me punën e me djerës pastër, shqyr Zotit që jam... Je krenar për atë jam krenar edhe jam në këtë moshë që jam sot, 54 vjeçë, se kam problem, nuk barazohen çunët e ri me mu për takate, për forcë. Nga mendon që të vjen kjo energjia, kjo fuqia që ke? Vetëm qetësia shpirtërore, asgjë tjetër. Nuk ka dëblim qetësi shpirtërore, nuk jam as edhe internet që maj me familjarët që komunikoj. E përdor për mirë. Për mirë shqyr Zotit, po nuk e jam i dhonë mas telefonave, mas gjonave të internetit, a kupto? Çfarë do të bëjë njëri që të arrijë qetësinë shpirtërore? Siç ti mendon që e ke gjetur? Qetësia shpirtërore janë librat fetari, që i kam konsumuar të dy, si Biblën edhe Kur'anin. Ti je besimtar musliman? Unë jam besimtar musliman. Por ke lexuar edhe Biblën? Praktikoj që të thash besimin bektashian, po pavarësisht se nuk kam vizitu xhami apo kish, kam hyrë në kish, po jo për qëllime fetare, por jo thjesht për kureshtje. Apo ke xhamia që jam fut, se është xhamia më e vjetër në Tiranë. Masanej për vizitë të rregull që kam bërë ke krye gjyshata. Edhe i faleminderit Allahut që është krye gjyshat botërore mes Tiranës, që e kam afër si nga ana e shtëpisë. Po e kam obligim më shumë edhe katë partë, që e kam pas këtë rit. Boj Kurban Bayram, çdo kohë që kam mundësi apo jona për respekt në familjes, e tjetesës. I përkushtohemi familjes me mishë me shpirt, nonën që kam gjallë. Motra vëllezën që më respektojnë e i respektoj tamam. Kjo është gjithçka. Ti je tironës i vjetër. Normal. Çfarë bën një tironës që të quhet i tillë?
Tiranci ka i të mirë të keqen, që kur s'ta kthe llafin, ka mik pritjen, që trego vetë kjo Tiranë se që ka prit e përcjell. Ka vlerë më të madhe se mik pritje. Ti je krenar që je nga Tirana, apo? Jo krenar, po super krenar. Një njeri që s'do tokën e vet. Familjen e vet nuk është as për flamur, as për fe. Këto janë gjonat më të shneta. Po pate primare familjen, je për gjithçka vëllai. Këtu është dallimi i Tirancit që respekto komshiun, njerëzillikun, shoqëninë, se familja nuk bëhet llaf, po del edhe ke këto anë. Këta kanë qenë veçoritë më të mira të Tirancit. Sepse thot ai Benderemi që thot vrej, thot ato që hecën xhadës sot, që se kthe kokën as me krah. Se s'më bë përshtypje, a kupto? Nuk aty ky huj për shembull, apo një që vjen në Tiranë për herë të parë, njerëz si habit, se shef të ndërtim tek gjo apo ashtu. Mos më bë përshtypje se i di këto në syt ku është kjo apo ku është ajo në Tiranë. Tani përveç faktit që je krenar për Tiranën, mendoj që edhe më krenar duhet të jesh për Shqipërinë, në mënyrë të rrëfeve apo jo? Ekstrem. Ekstrem, se u çat thash që parë që atë flamur që është aty. Është derdhjak për atë flamur me shekuj, jo sot. Apo për atë tokë që thon Kosovë. Dardani është ajo, tokë shqiptare është. Kur ke deri në Pelopones që folin shqip. Ke mbi emra shqiptar. Sot e kësaj dite, e s'kan pas pasaport greke, që të partë aty në s'kan ditë greqisht. E si mund t'i themi vetës unë që s'jam krenar, ku do që folet shqip, edhe ato që ashtu e pëlqen gjuhën shqipe sot e kësaj dite. Mendoj që do vi dita, do shkohemi prapë. Po normal që do vi. Jo mund besim plot, që shumë shpejt, jo do shkoj kohë gjatë. Po do i dorë të mirë intelektualësh, që t'i dalin zot me bije me shpirt t'i veni. S'kem nevojë as për nimën e nacionit, se derisa je kur i avu flamurin mes Beogradit, e jemi ne autoktonës tu thë. Qa do më tepër ti? Ai ky mi ve prangat ma Futburg. E të kesh besim ka kjo politik? Si mund të kesh besim ka kjo politik? Kam urrejtje për politikan, po jo për vendin tim. Unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim tëndin dhe për gjithë gjërat e bukura që na tregove. Kënaqësia ishte imja, respekti do rri gjithmonë.